lutur e gëzuar të gjithë neve, për shkak se me forcën e sigurisë të Kosovës, me këtë ushtri të pajisur kaq mirë dhe gjithnjë e më shumë, brezat e ri do të jenë të sigurt të jetojnë në paqe, të zhvillohen dhe të gënjëzojnë. Në njërën onë e kemi sakrificën e dëshmorëve të fundit, mbi të gjitha kryekomandantin Adem Jasharin dhe familjen Jashari, pastaj veteranët dhe invalidët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, e në anën tjetër i kemi gjithë ta fëmijë që kanë ardhur të shohin ushtrinë e tyre, dhe e cila u ngroh zemrat e njëkohësisht i bën edhe të ndjehen mirë për të ardhmen e tyre dhe për qytetarët dhe familjet në Kosovë. Mbi 430 milionë euro është investimi në armatim dhe në pajisje në këto 4 vite të fundit. Më përpara, ushtria jonë ka pasur veç automatik të llojit Heckler Koch dhe revole, që do të thotë se ka qenë më pak e pajisur edhe se vetë policia e Kosovës. Ndërkaq tani është e pajisur me teknologji moderne dhe kjo sa vije shtohet, me qenë se tashmë kemi më shumë se 2 fishim të çizmeve në tokë të ushtarëve tanë, por gjithashtu të syve në qiell, për shkak se e kemi pajisur ushtrinë me drona Skydagger dhe TB2 Bayraktar nga Turqia, Puma nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e do ta kemi së shpejti edhe fabrikën e municionit, si dhe të prodhimit të dronave made in Kosova. Në veçanti duhet theksuar edhe sistemin antitank Javelin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pastaj jemi në proces që të marrim edhe helikopter Black Hawk nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ky është momenti që duhet të falenderojmë aleatët tonë, NATO-n, në veçanti Shtetet e Bashkuara të Amerikës që na qëndrojnë pranë edhe në pajisje me armatim e municion, por edhe me trajnime të shumta që i përmendi edhe presidentja Vjosa. Janë 4 fishuar trajnimet jashtë vendit, është 3 fishuar buxheti për mbrojtje për siguri, dhe ky është një obligim që ja kemi në mbrojtjes së atëve tonë, prandaj gëzuar të gjithëve dita e forcës 27 nëntori dhe një falënderim i veçantë për oficerët, nënoficerët, ushtarët e ushtarët tonë, të cilët edhe në ditë festave shërbejnë për sigurinë dhe mirëqenien e